përgjigja e tillë neve na befasoi me qenë se përputhej plotësisht me atë çfarë ishte shkruar apo ishte thënë një ditë më parë nga zëdhënës jo zyrtar të grupeve caktuara ekonomike. Ndërka sa i përket qeverisë tranzicionale, siç u quajt, besoj gjithë e dini dhe pajtoheni që në raste kur ka luftë civile, kur vendi del nga lufta dhe nuk ka institucione, pra në raste tilla kur ka kriza të pa para apo kriza jo të rregullta, ku vendi mbetet pa qeveri, atëherë propozohen zgjidhje të tilla. Do të thonë, realisht propozimi për qeveri tranzicionale është të kthehemi në kohën e UNMIK-ut, pra në vitin 2000. Unë nuk besoj që jemi aty. Dikush, si Lumir Abdigjiku, që në vazhdimsi ka thënë se nuk është interesuar për zgjidhje afat shkurt, por për një qeveri stabile që çon mandatin deri në fund, ishte pikërisht ai që refuzoi këtë ftesë për një qeveri afat gjate dhe propozoi që të ketë një qeveri tranzicionale. Pra kjo në vetvete është kundërthënie, dhe normalisht që nuk është serioze. Nuk është serioze se si jemi në situatë të tillë. Domethënë, çka po kërkohet është të kthehet situata në kohën e UNMIK-ut. S'ka UNMIK më, harrone. Ka qeveri tash. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pos hipokrizi. Besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo bllokadë që po bëhet, ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë t'i ftoj, pra që të reflektojnë dhe së paku t'i jepet mundësia votimit të fshehtë. Sepse kemi pa që votimi fshehtë është edhe mënyrë demokratike për të shprehur vullnetin e vetë deputetëve në mënyrë të lirë, pra pa pasur presion nga partitë e tyre, dhe në anën tjetër do të mund të jepte një zgjidhje. Pra, deri më tani e kemi pa që as nuk është vënë në testim votimi fshehtë.